Përrenjtë në malor të fryrë nga rreshjet kanë dëmtuar disa rrugë rurale duke krijuar vështirësi të përkohshme në lëvizje. Ekipet e drejtorisë së rrugëve dhe shërbimet publike të Bashkisë Kukës kanë ndërhyrë për normalizimin e situatës. Bilbil Shau, drejtori i rrugëve rurale, thotë se ekipet kanë ndërhyrë menjëherë në çdo pikë ku është raportuar bllokim. Kemi pas disa dëmtime rrugësh në njësinë Zapot, në Kolosh, në Ujmisht edhe në Kolosjan. Ne marrë masat me njëhershme edhe të rruga 6 metrorëshe. Kemi marrë masat me njëhershme me 2 fadroma që kemi patur njërën në Kolosh edhe njërën aktualisht që jemi tani në Kolosjan. Po marrim masa edhe në vazhdim duke parë se janë ka rreshtje të dendura dhe sa po të mbarim këtu do nisemi përimisht. Ai shton se pavarësisht të dëmeve në infrastrukturë nuk është evidentuar asnjë rast përmbytje apo deportim të ujit në banesa. E rëndësishme është që nuk kemi patur dëmtime shtëpiash, nuk kemi pasur dëme materiale të rrugëve, por jo dëme serioze tek banorët. Kjo është e rëndësishme, po ne jemi nga dëshmëri në bashkëpunim edhe me emergjencat civile për ndërhyrje të merrjeshme. Situata më problematike është paraqitur në Zapot dhe në segmentet rrugore të Koloshit, ku mjetet e rënda janë detyruar të ndërhyrin 2 herë për të garantuar qarkullimin. Para 10 ditësh, Fadrova ka punuar rreth 7 dytë aty, duke përfshirë dhe fshatin Bele, që ndër vite nuk ka pas mirëmbajtje të rregullt, për arsye edhe të rreshjeve të dendura, në të gjithë njësinë dhe fshatrat, deri aty ku ishim sot në Kolosh. Tek ai segment që në rast e prurjes si sot, ai dëmtohet. Por janë bërë edhe disa dëmtime të rrugëve, edhe pse ne e kemi rregulluar para 1 jave. Por ne do të rrim vazhdim në çdo moment jemi të gatshëm që të ndërhyjmë, qoftë ditën apo natën. Në 3 ditët e fundit janë bërë dhe po bëhen pastrime dhe zhbllokime të akseve rrugore ku rreshjet kanë shkaktuar rrëshqitje dherash dhe pengesa në qarkullim, me qëllim rikthimin e lëvizjes normale për banorët. Autoritetet e Bashkisë Kukës njoftuan se situata është drejt stabilizimit dhe se po monitorohet nga afër deri në rikthimin e plotë të normalitetit.